Përshëndetje të nderuar teleshikues të Ora News, jemi tani së bashku me të rejat më të fundit nga sporti. Informacioni i parë vjen për Superligën shqiptare, ku ka luajtur këtë fundjavë ndeshjet e javës së 23, ku bie në sy një luftë mjaft e afërshme për vendin e dytë, të cilën e pretendojnë plot 4 skuadra. 3 javë kanë mbetur që Superliga shqiptare t'i jap fund një sezoni sa emocionues, aq edhe të vështirë e me shumë surpriza. Ajo që bie në sy në këto javë të mbetura të kampionatit është një rivalitet i lartë për sa i përket pjesëmarrjes në Kupat e Europës, pasi janë plot 4 ekipe që luftojnë për vendin e dytë në renditje. Edhe në javën e 23 të Superligës, Skënderbeu nuk mundi të shpallej zyrtarisht kampioni i Shqipërisë pasi u mund në Vlorë nga Flamurtari me rezultati minimal 1-0. Goli i Mamellit në minutat e para të lojës shtyu festën e korçarëve për javën tjetër, ndërsa riktheu ekipin e tij tek fitoria dhe në garë për një vend në Kupat e Europës. Po me rezultatin minimal 1-0 arriti të fitonte edhe Tirana, klasikën e futbollit shqiptar ndaj. Do të shkëputemi për pak çaste ku do të shkojmë në selinë e Partisë Demokratike. Me një lidhje direkte me selinë e Partisë Demokratike. Shkojmë sërish te selia e Partisë Demokratike në një lidhje direkte. A ke baterima? Gati! Gati? Pyta është juve? Zëresi ju sa përdo nga selia e Partisë Demokratike. Çfarë është arritur nëse është arritur një marrëveshje në këtë forcë ose? Po, në cilësinë e kryetarit të LDK-s, erdha në selinë e PD-s, si lokomotiva e koalicionit të 23 qershorit, të fitores së re të pas 23 qershorit, dëgjova ofertën e Partisë Demokratike për forcën që unë kryesoj. Në orën 18 është mbledhja e kryesisë sipas rregullave të përcaktuar më parë, do t'ja parashtroj ofertën e PD-s. Për mua, në cilësinë e kryetarit të forcës time, është ofertë e shkëlqyer, është ofertë bashkëpunuese, përfaqësuese, dhe mendoj që Demokristianët do jenë të përfaqësuar me disa numra në parlament të radhë, duke llogaritur gjithë forcat e Demokristianëve që janë në këtë kamp. Vetëm pak më parë ishit në takimin me Rama, ku edhe aty shpreh vlerësimin për të. Oferta është më e mirë. Unë kam qenë me zotin Rama, ka qenë takim publik, ka qenë takim qosheve. Oferta ishte më e mirë. Oferta e PS-s u shqyrtua deri tani nga kryesia e LDK-s, ofertën e PD-s e morëm, do t'jo kaloj të dy ofertat PS dhe PD në orën 18 kryesisë, po për mua personalisht një vot jam, po një vot besoj e rëndësishme në forcën time politike, është që duhet të ngelemi në këtë koalicion, sepse unë shoh forca rigjeneruese të shkëlqyera, forca të cilat ecin me përpara jo vetëm si koalicion, po edhe vendin dhe Shqipërinë. Natyrisht që unë jam dhe kam qenë më saktë kritik për disa gjëra, do jem më kritik prapë me qeverisjen tjetër të pas 23 qershorit, sepse kjo është natyra ime, vi nga radhët tuaja të medias. Nëse nuk do jem deputet, që besoj do jem me forcën time, me këtë koalicion të madh, nëse s'do jem deputet, do vinë vendin e ndonjërit ju të marrë kamerën ose gazetar një televizionin që s'm pranojnë. Faleminderit. Një pyetje fundit, a mendoni një shkrirje të gjithë forcave demokratike në një parti vetëm? Po mendohen të gjitha variantet. Faleminderit. Ishim pranë një lidhje direkte me Partinë Demokratike, tani do të kalojmë në të tjera informacione sportive, ku do të flasim për Superligën shqiptare. Ka njohur një tjetër emër të madh që do t'i bashkohet për edicionin e ardhshëm, bëhet fjalë për Partizanin, një nga ekipet më me traditë në futbollin tonë. Askush nuk e mban mend ndeshjen e fundit të Partizanit në superiore, por sot të kuqt janë pjesë e Superligës. Tashmë të gjithë janë në fest. Të kuqt përgjatë këtyre 4 viteve kanë kaluar shumë peripeci, nga elita në kategorinë e parë dhe më pas në të dytën. Pas rënies demat nisën garën e tyre për në kategorinë e parë, ku nuk e patën shumë të lehtë pasi financat vazhdonin të mungonin, nga baza e ekipit ishin larguar shumë prej lojtarëve të njohur. Për Partizanin nuk pati mëshirë dhe rënia në të dytën erdhi shpejt. Presidenti i asaj kohe Albert Xhani vazhdonte të mos e lëshonte drejtimin e klubit. Në këtë moment e fillon dhe një periudhë e errët për të kuqt. Lojtarët largohen dhe skuadra përbohet kryesisht nga futbollistë të ri, pa shumë emër, por me dëshirë
dhe mbështetjen e ultrasëve bëjnë gjithçka mirë duke rikthyer të kuq në kategorinë e parë. Parat vazhdojnë të jetë një problem ndërsa klubi është në betejë të hapura ligjore mes aksionerëve, Xhani dhe Laçi, por dhe ministri i së mbrojtjes e cila u rikthyet kërkonte diçka në një prej klubeve legjendare në Shqipëri. Kategoria e parë vjen me një lajm të mirë pasi Xhani largohet dhe në vend tij vjen Sallaku. Fazën e parë skuadra drejtohet nga Parolaçi ndërsa në të dytën nga Sallaku. Tani Partizani është kthyer dhe futbolli shqiptar pritet të ndryshojë fytyrë. Demat e kuq dhe tifozët ultras të kuq do të mbushin shkallët e stadiumeve tona. Ky është një dekor i mrekullueshëm në një derbi tradicional, Tirana-Partizani. Asnjë ndeshje tjetër nuk mbledh kaq shumë tifoz në një stadium në Shqipëri. E mbi të gjitha nuk duron kaq shumë emocione dhe kaq shumë spektakël. Kalojmë një tjetër material. Juventusi ka mundur Milanin 1-0 në super sfidën e kampionatit italian me gol të Arturo Vidal. Bardezin tashmë janë një hap larg titullit kampion, ndërsa Milani rrezikon pjesëmarrjen në Champions League. Super sfida e serisë A në javën e 33 mes Juventusit dhe Milanit ka përfunduar me fitoren minimale 1-0 të kampionëve në fuqi të Italisë. Edhe pse shumë pranë fitimit të titullit, Bardezint nuk kanë toleruar as pak ndaj djajve, duke treguar forcën e tyre dhe se me të vërtetë meritojnë të jenë ata kampion të këtij edicioni. Ndërsa të gjithë prisnin një derbi të vërtet, loja u karakterizua për stilin italian të futbollit, pak aksione të pastra për gol, mbrojtje shumë të fortë dhe mes fushë të baraspeshuar. Megjithatë, duke shfrytëzuar disi faktorin fush, të besuarit e Antonio Contes krijuan një dominim të lehtë ndaj kundërshtarit që u reflektua disi në lojë dhe në rezultat. Pjesa e parë e përballjes më të rëndësishme të fundjavës në Serie A u mbyll me rjeta të paprekura, ndërsa fraksioni i dytë i lojës nisi më mirë për juventinët, që arritën të zhbllokonin shifrat në minutën e 57. Asamoah pengohet në zonë nga portieri Amelia, ndërsa Vidal merr përsipër ekzekutimin e 11 metrëshit, duke shndërruar një gol të bukur, ku portieri kuqezi nuk kishte as më të voglën mundësi për të reaguar. Në minutat e mbetura përpjekjet e Milanit për të barazuar rezultatin hasin në një mbrojtje të fortë të Bardezinve që edhe pse ishin 11 pikë larg ndjekësit më të afërt, nuk e toleruan Milanin për të mbajtur shpresa në arritjen e objektivit të këtij sezoni, që është vendi i dytë në renditje. Pas kësaj fitoreje, Juventus është vetëm 2 fitore larg sigurimit të titullit kampion, ndërsa Milani tashmë i është larguar 7 pikë vendit të dytë dhe rrezikon edhe vendin e tretë, pasi Fiorentina është vetëm 1 pikë më pak. Serie A ka luajtur këtë fundjavë ndeshjet e vlefshme për javën e 33, ku vazhdon të bie në sy një luftë e fortë për sa i përket pjesëmarrjes në Kupat e Europës, pasi në garë është rikthyer edhe skuadra e Interit. Kampionati italian ka dhuruar këtë fundjavë emocione të shumta ku bie në sy një luftë ashpër për sa i takon sigurimit të një vendi për në Kupat e Europës, si dhe qëndrimin në Serie A. Humbjen e Milan ndaj Juventusit e kanë shfrytzuar në maksimum skuadrat e tjera, disa për të shkurtuar diferencat me vendin e tretë që mbahet aktualisht nga kuqezinjt, ndërsa Napoli për t'u arratisur më tej në renditje dhe për ta thelluar diferencën në 7 pikë. Këta të fundit kanë fituar jo me pak vështirësi në San Paolo kundër skuadrës së Caglierit me rezultatin 3-2. Është dashur të vinte minuta e fundit e takimit që Insigne të shënonte golin e fitores për napoletanët, pasi loja deri në ato momente ishte barazim në shifrat 2-2. Një fitore të rëndësishme dhe me plot emocione ka qenë ajo mes Fiorentinës dhe Torinos. Në Firenze vendasit kanë fituar me rezultatin 4-3 në një takim ku vjollcët toleruan shumë në pjesën e dytë, pasi kishin kaluar në 45 minutat e para në avantazh të trefisht. Torino, edhe pse e mbyll pjesën e parë në disavantazh të 3 golave, arrin të gjejë forcat dhe të përgjigjet vendasve, duke rikthyer gjithçka në baraspesh në minutën e 77. Të besuarit e Montelës rizgjohen në minutat e fundit dhe gjejnë sërish golin me anë të Romulos, 4 minuta para përfundimit të kohës së rregullt, që do të vuloste edhe rezultatin e kësaj përballje mjaft emocionuese. Një rezultat pozitiv këtë fundjavë ka arritur edhe skuadra e Interit, e cila është rikthyer tek fitoria pas disa humbjeve radhazi. Zikaltrit mundën Parmën me rezultatin minimal 1-0, gol të veteranit Rocchi 10 minuta para përfundimit të lojës. Përveç këtyre takimeve, ajo që bie në sy në këtë fundjavë është hapi falc i 2 skuadrave kryeqytetase, Romës dhe Lazios. Verdhe kuq barazuan në shtëpi ndaj Pescarës me rezultatin 1-1, ndërsa Lazio u mund në transfert nga Udinezia me rezultatin minimal 1-0, ku decisiv rezultoi goli i Di Natales i shënuar në minutën e 19. Në javën e 33 të kampionatit italian janë shënuar këto rezultate: Genoa Atalanta 1-1, Udinese Lazio
1-0, Inter Parma, 1-0, Roma Pescara, 1-1, Bologna Sampdoria, 1-1, Catania Palermo, 1-1, Fiorentina Torino, 4-3, Napoli Cagliari, 3-2, Siena Chievo, 0-1, Juventus Milan, 1-0. Kampionati angles ka luajtur këtë fundjavë ndeshjet e vlefshme për javën e 34 ku bie në sy fitoria Tottenham ndaj Manchester Cityt dhe barazimi mes Liverpoolit dhe Chelseat. Kampionati angles ka qenë i mbushur me emocione këtë fundjavë, pasi edhe përballjet kanë qenë tejet interesante. Dy nga duelet më të rëndësishme të javës së 34 në Premier League kanë qenë ato të ditës së diel, ku Tottenham ka mundur Manchester Cityn me rezultatin 3-2, ndërsa Liverpool dhe Chelsea kanë ndarë një barazim 2-2 në Anfield Road. Londinezët e teknikut Villas-Boas kanë arritur një fitore spektakolare, por edhe shumë të vështirë kundër qytetarëve britanik. Kampionët në fuqi të Anglisë, edhe pse kaluan në avantazh që në minutën e 5 me anë të Samir Nasri, nuk arritën të administronin lojën në 15 minutat e fundit të ndeshjes, pasi përçahen në mbrojtje duke pësuar 3 gola. Shifrat e këtij takimi mjaft emocionuesi barazon Dempsey në minutën e 75, ndërsa 4 minuta më vonë është sulmuesi i 3 luanëve, Defoe, që jep avantazhin gjelave londinez. Për të siguruar fitoren, skuadrës së Tottenham mendon Gareth Bale në minutën e 82, i cili vulos përfundimisht shifrat e këtij takimi. Me këtë fitore Tottenham gjitet në kuotën e 61 pikëve, një pikë më pak se Chelsea, vendi të 4. Këta të fundit nuk shkuan më shumë se një barazim 2-2 ndaj Liverpool. Golat për blut e Londrës u shënuan nga Oscar dhe Hazard, ndërsa për redsat shënuan Sturridge dhe Suarez në limitet e kohës së rregullt. Në javën e 34 të Premier Ligës u shënuan këto rezultate: Fulham Arsenal 0-1, Norwich Reading 2-1, Queen's Park Rangers Stoke City 0-2, Sunderland Everton 1-0, Swans Southampton 0-0, West Bromwich Newcastle 1-1, West Ham Wigan 2-0, Tottenham Manchester City 3-1, Liverpool Chelsea 2-2, ndërsa sot do të mbyll javën e 34 sfida mes Manchester United dhe Aston Villa. Tre bigët e kampionatit spanjoll, Barça, Reali dhe Atletico Madrid kanë fituar në Primera Division, edhe pse Catalanasit dhe Merengues do të kenë përballje të vështira në mesjavë për Champions. Në Primera Division, Barcelona dhe Real Madrid kanë vijuar serinë e fitoreve në këto javë të fundit të kampionatit, duke mbajtur të pandryshueshëm diferencën prej 13 pikësh që ndanë në renditje. Këtë radhë të dy ekipet kanë vuajtur disi për të marrë fitoren dhe për faktin se Villanova ashtu si dhe Mourinho kanë hedhur në fushë ekipet e dyta, duke lënë pushim disa titullar për ndeshjen e mesjavës në Ligën e Kampioneve. Catalanasit kanë marrë fitore të vuajtur 1-0 përballë Levantes në Camp Nou. Rasti më të pastër për gol e humbi Villa në fillimin e ndeshjes, pasi gabon nga pika e bardhë dhe penaltiz. Për të shqetësuar disi Villanovën dhe për të afruar Catalanasit vetëm 6 pikë larg titullit kampion, ka menduar Fabregas me golin e tij 6 minuta para përfundimit të sfidës. Ndryshe nga Barcelona, fitoria e madrilenëve 3-1 ndaj Real Betis erdhi me pak vështirësi. Ashtu si Villanova dhe Mourinho hodhi në fushë formacionin e dytë, duke lënë pushimi pjesë të mirë të titularëve. Kryeqytetasit arritën të mbyllin pjesën e parë në avantazh fal golit të Ozil, ndërsa në fillimin e fraksionit të dytë është Benzema që mendon për dyfishimin e rezultatit. Një penalti e Molina në minutën e 73 shkurtoi shifrat dhe bëri më emocionuese ndeshjen. Në minutat e fundit, pasi Betis u humbi 2 raste të mira për të barazuar rezultatin, ishte Ozil që i dha qetësinë skuadrës së tij me golin e tretë për madrilenët dhe të dytin personal për këtë sfidë. Gjithashtu një fitore minimale në këtë fundjavë të kampionatit spanjoll arriti dhe skuadra Atletico Madrid, e cila mundi në transfer të Sevillën me rezultatin 1-0. Goli vetëm në këtij takimi u shënua nga i përhershmi Radamel Falcao. Në ndeshjet e tjera të javës së 32 në kampionatin spanjoll u shënuan këto rezultate: Mallorca Vallecano 1-1, Granda Valladolid 1-1, Real Madrid Real Betis 3-1, Barcelona Levante 1-0, Valencia Malaga 5-1, Getafe Espanyol 0-2, Deportivo Atletico Bilbao 1-1, Osasuna Real Sociedad 0-0, Sevilla Atletico Madrid 0-1, ndërsa sot mbyll javën e 32 sfida me Celta Vigos dhe Saragozës.
Në kampionatin gjerman, Bayern Munichut edhe pse ka fituar prej kohësh titullin, vazhdon të regjistrojë fitore të mëdha dhe më formacionin e dytë. Viktima e radhës për bavarezët ka qenë skuadra e Hanover që u mund me rezultatin 6-1. Bayern Munichut, dhe pse tashmë prej javësh është shpallu kampioni i Bundesligës gjermane, nuk toleroi as pak, duke treguar një motivim të lartë dhe shpirt gare deri në përballjen e fundit. Viktima e radhës për skuadrën e Hënkes këtë fundjavë ka qenë ekipi Hanover, që është mundur në shtëpi me rezultatin tenistik 6-1. Serinë e golave në këtë ndeshje hapi një autogol i vendësve në minutën e 16, ndërsa pas 6 minutash është francezi Franck Ribéry që dyfishon shifrat. Dyshja Gomes dhe Pizarro që ishin përzgjedhur nga trajneri i Bayernit si sulmues kryesor në këtë përballje, kanë shkëlqyer përsëri pasi kanë arritur të shënojnë nga një dopjet personale, duke ndihmuar skuadrën në arritjen e suksesit. Golin e vetëm për ekipin e Hanover shënon Hoffmann 6 minuta para fundit të ndeshjes. Përveç fitores së bavarezëve, 3 pikë të radhës në këtë fundjavë kanë grumbulluar edhe Borussia Dortmund dhe Bayer Leverkusen. Të dyja këto skuadra vjojnë luftën në distancë për vendin e dytë në rënditje. Aspirinat fituan pastër përballë Hoffenheim me rezultatin e thellë 5-0, ndërsa verdezint e Jurgen Klopp fituan 2-0 përballë Mainz me një gol të Marco Reus dhe Robert Lewandowski, të cilët nuk ishin kursyer për ndeshjen e mesjavës në Real Madrid. Në takimet e tjera të kësaj fundjave në Bundesligë u shtuan këto rezultate: Borussia Mönchengladbach Augsburg 1-0, Leverkusen Hoffenheim 5-0, Eintracht Schalke 1-0, Hannover Bayern 1-6, Dortmund Mainz 2-0, Hamburg Fortuna 2-1, Werder Bremen Wolfsburg 0-3, Stuttgart Freiburg 2-1 dhe Nuremberg Greutfurt 0-1. Në ligën e parë franceze, Paris Saint-Germain u është përgjigjur fitoreve të Lyonit dhe të Marseilles, kryeqytetasit e drejtuar nga Ancelotti kanë fituar me rezultatin 3-0 ndaj skuadrës së Nice. Kampionati francez ka shënuar një sukses të merituar të skuadrave që kryesojnë kreun e renditjes në ligën e parë transalpine. Pas sukseseve të arritura nga Lyon dhe Marseille, në këtë fundjavë ka ardhur fitore dhe nga PSG-ja që vazhdon të udhëheqë kampionatin me diferencë të konsiderueshme nga vendi i dytë. Kryeqytetasit francez ka mundur mbrëmë rezultatin e pastër 3-0 ekipin e Nice. Serinë e golave në këtë përballje hapi francezi Jérémy Menez në minutën e 10 të takimit. Me golin e ishmes fushorit të Romës mbyllen 45 minutat e para, ndërsa në pjesën e dytë të giganti suedez Ibrahimovic ai shmendon për të dyfishuar shifrat pas ekzekutimit të një 11 metrashi. Pas këtij episodi të besuarit e Ancelottit luajnë më të qetë, ndërsa në fund të ndeshjes arrin të shënojnë dhe golin e tretë me anë të Chantome, i cili vulos rezultatin përfundimtar të ndeshjes. Në javën e 33 të ligës së parë franceze janë shënuar këto rezultate: Montpellier Lyon 1-2, Marseille Brest 1-0, Bastia Lille 1-2, Nancy Evian 3-1, Remis Valenciennes 0-1, Sochaux Bordeaux 2-2, Toulouse Lorient 0-1 dhe PSG Nice 3-0. Menaxheri i mirënjohur Raiola i ka hapur rrugë zyrtarisht sulmuesit Ibrahimovic për të rikthyer tek Juventusi. Gjatë një deklarate për mediat italiane, Raiola është shprehur se suedezi është njeriu i duhur për bardhëzinë në vijën e parë të sulmit. Mino Raiola ka ndezur edhe më shumë spekulamet për një rikthim të mundshëm të Zlatan Ibrahimovic tek Juventus. Në intervistë për mediat italiane, menaxheri që gjithmonë ka surprizuar me lëvizjet e tij, ka deklaruar se situata e sulmuesit suedez është e ngjashme me atë të Mario Balotellit dhe kalimin e tij në duke të pamundur te Milan. Në lidhje me rikthimin e gigantit suedez në Serie A, Raiola ka theksuar se atyre u mungon një lojtar elite në sulm dhe unë e ai jemi tashmë në trend. Kush do të na bashkohet është i mirëpritur. 6 muaj më parë kalimi i Balotellit te Milan duke i pamendueshëm, por më pas kuqezinjt bën sakrificën e dur në momentin e dur, tha menaxheri, duke lënë qartësisht të kuptohet se sulmuesi suedez po mendon të largohet nga Paris Saint-Germain, pavarësisht deklaratave të dashurisë në adresë të klubit parizien. Më tej Raiola ka shtuar se Ibra gjithmonë e ka adhuruar Serie A. Ai ndihet si në shtëpi kur luan në Itali, ndërsa te Juventus Ibra nuk do të kishte të vështirë për të përshtatur. Në fund të intervistës, Raiola ka komentuar edhe fjalët e Adriano Gallianit, i cili ditë më parë tha se do të preferonte të kthente Thiago Silvën para Ibrahimovic tek Milan. Me gjithë respektin që ka ndaj mbrojtësit titullin e fundit, Milani e fitoi fal golave të Ibrahimovic, tha ai, duke ironizuar me fjalët e drejtuesit të kuqezinjve që tha se titullin në Itali fitoi nga skuadra që pësonte më pak gola. Formula 1 ka dhuruar një spektakël më vete në këtë fundjavë, ndërsa Gjermani Vettel ka fituar çmimin e madh të Behreinit duke dominuar në garë dhe duke lënë pas Kimi Raikkonen.
Sebastian Vettel ka fituar çmimin e madh të Bahrain në Formula 1 duke arritur kështu suksesin e dytë në këtë kampionat dhe duke çuar në 10 pikë diferencën nga ndjekësi më i afërt që mbetet Kimi Raikkonen. Gjermani i skuderisë Red Bull ka zhvilluar një garë perfekte pasi ka arritur të ruajë vendin e dytë në momentet kaotike të xhiros së parë, ndërsa më pas ka kaluar edhe Nico Rosberg që gjendej para tij, duke krijuar në këtë mënyrë menjëherë një shkëputje me ndjekësit. Ai ka shkuar i qetë drejt finishit të garës duke mos u shqetësuar për atë që do ndodhte pas krave, ku pilot të shumt ka ndryshuar shpesh pozicionet, duke e bërë këtë një nga garat më kaotike të sezoneve të fundit. Edhe këtë radhë në podium pas krave të tij kanë përfunduar dyshja e Lotus, Kimi Raikkonen dhe Grosjean, që kanë nisur garën shumë keq, por më pas kanë fituar pozicione të njëpasnjëshme dhe kanë mbritur të marrin një pikë të vlefshme në luftën për botrojën e pilotëve, ashtu dhe në atë të konstruktorëve. Vendi i katërt i shkoi pilotit Paul Di Resta, i cili kishte zgjedhur një strategji me vetëm 2 ndalesa në bokse, në kundërshtim me pjesën më të madhe të pilotëve, ndërsa britaniku Hamilton me Mercedes siguroi vendin e 5 pas një rivaliteti shumë të fortë, me një grup pilotësh që ndruan shpesh pozicionet me njëri tjetrin, duke lënë prapa Perez, Weber, Alonso, Rosberg dhe Button. Duhet theksuar se dy pilotët e McLaren, Perez dhe Button, kanë zhvilluar një duel spektakolar me parakalime të shumë fishta, duke i dhënë emocione të panumërta kësaj gare. Zhgënjimi i ditës ishi makinat Ferrari. Alonso pati një defekt me sistemin DRS dhe u detyrua të hynte 2 herë radhëzi në bokse që në fillim të garës, ndërsa braziliani Massa psoi 2 herë shpim gome dhe përfundoi jashtë zonës së pikëve. Ndërsa tani do të shohim së bashku se si janë hapur gazetat në Itali dhe në Spanjë për ditën e sotme. Gazetat më të mëdha sportive ndërkombëtare për ditën e sotme hapen me këto titull kryesor. Në Itali e përditshme më e madhe sportive La Gazzetta dello Sport hapet me titullin "Gjithçka flet për Juven". Të dielën mund të vijë zyrtarizimi si kampioni Serie A. Në titull i kësaj të përditshme është Marquez hyn në histori, bëhet piloti më i ri që fiton në Moto Grand Prix. Gazeta tjetër italiane Corriere dello Sport hapet me titullin "Juve drejt titullit kampion, mund Milanin 1-0", ndërsa në titull i kësaj të përditshme është Isanj vendos, shënon golin Champions për Napoli. Torinezia Tuta Sport për ditën e sotme hapet me këtë titull. Titulli është i bardezinve. Vidal shënon golin e fitores ndaj Milan. Në titull i kësaj të përditshme është Napoli Catania, çfarë përplasje, ndërsa të përditshmet sportive në Spanjë hapen me këto tituj. Gazeta më e madhe në Spanjë Marca hapet me titullin Jurgen Klopp ndaj Real do të argëtohemi, ndërsa e përditshme tjetër AS hapet me titullin Perez qetëson madrilenët, rrin Ricet, Ronaldo Totorino voj sërish. E përditshme El Mundo Deportivo ka këtë titull. Messi premton se Barcelona do të fitojë titullin e 5 në Champions. E përditshme tjetër Sport hapet me titullin Messi është një motor, mjafton të jetë në formë dhe shpërthen. Dhe do të kalojmë tani në rubrikën tonë të fundit, Gossip Sport. Përditshmja gjermane Bild ka përzgjedhur 20 femrat më të bukura që kanë lidhje me sportin, të cilat do të garojnë me njëra tjetrën për të shpallur pastaj më të bukurën e 2013-s. Në 20-shën e përzgjedhur nga prestigjozja Bild, bie në sy një pjesëmarrje e madhe e femrave që kanë lidhje me botën e makinave dhe motorëve, ndërsa shumë pak janë përzgjedhur nga bota e futbollit. Ora Sport përfundon këtu, për më shumë informacion